Sot, në monologun e tij të mashtrimit të së Edi Rama u ndal tek 9 maj dhe përsëri tentoi të mashtrojë shqiptarët, duke fshehur me të gjithë mediat e tij dhe në monologun e tij pa shqipruar asnjë fjalë për raport në Komisionit Jashtëm të Parlamentit Evropian, raport në cilin damkosën zgjedhjet si një proces në të cilën linja midis institucioneve shtetërore dhe strukturave partijake u shue, vota u ble. Në këtë raport theksohet se heqja e imunitetit duhet të bëhet pa asnjë pengesë dhe me përparësi, ndërkohë që Lubi Balluku vazhdon sot e kësaj dite të jetë zëvendës kryeministre në hije. Raporti dënon rrokullisjen e Shqipërisë në korrupsion 9 vende më poshtë se ç'ishte në raport. Ngrihet përsëri mungesa e rolit të parlamentit në procesin e integrimit, ndërkohë që kërkohet që parlamenti të ketë një rol qendror. Edi Rama fshehu një dokument themelor të Bashkimit Evropian për Shqipërinë. Sikundër, ai nuk shqiptoi një fjalë të vetme për raportin Ibar dhe Coelho, që ka shqyrton atë raport shumë e shumë herë